Kjo ka qenë gjendja lagjës Liria për shumë vite, rrugë të amortizuara, mungesë kanalizimesh funksionale dhe ndryshimi i pagët kanë shoqëruar përditshmërinë e qindra banorëve të kësaj zone. Lagja u inspektua nga kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili njoftoi nisjen e ndërhyrjeve që do ta kthejnë këtë lagje në një hapësirë funksionale dhe tërheqëse. Punimet përfshin sistemimin e hapësira publike, rrjetin e kanalizimit të ujit të zeza dhe atyre të bardha, si dhe vendosin sistemit të ndryshimit. Është absolutisht lagja që nuk është vënë dorë totalisht për shumë vitesh dhe ka një problematikë komplekse. Por sot kemi fillu punën drejt për drejt në radhë parë me kanalizimet. Problemi i ujrave, i shirave, përmbytjeve që ndodh gjithë lagjen është evident, të gjitha kanalet janë bllokuara. Sot ndërmarrja aksioni shërbërbashkët me ndërmarrjen e ujësillcave, me ndërmarrjen e bashkisë dhe me komunitetin, të cilët janë gatshëm të bashkëpunojnë. Dhe sot ka filluar një aksion për pastrimin e gjithë kanaleve të ujrave të bardha dhe njëkohësisht sistemin mimin e disa kanaleve të ujrave të zeza. Është një problem tjetër që kemi këtu me hapësirat publike, është evidente sapo hyn Shkodër, krahun e djathtë, e gjithë kjo zonë e cila ka nevojë absolute për një rregullim, prapë me ndërmarrjen e bashkisë dhe me bashkëpunimin e komunitetit, do ta rregullojmë hapësirën, do ta sistemojmë. Kështu që besoj që po kështu për ndriçimin kemi nevojë për ndërhyrje në disa pikë ndryshimit krejtësisht e errët zona. Janë disa ndërhyrje bazike të nevojshme që përfaqësuesi i komunitetit ky drejti dhe ato na e paraqitën, edhe mendoj që është një punë e mirë që të kemi filluar që sot që ta bëjmë. Kjo ndërhyrje e bashkisë Shkodër është për ta kthyer portën e Shkodrës në një hapësirë funksionale tërheqëse për qytetarët dhe vizitorët.